në këtë gjeles, në këtë ligjarat, do të folë me temën Kitabul Arba'in an-Nawawi. Tema është kja, Kitab al-Arba'in an-Nawawi. Në thonë libri i 40 Nawawiyut. Kështë për të libri 40 Nawawiyut. Por çka ka për qëllim? Në këtë libër gjindën hadithe, 40. So hadithe gjindën në këtë libër që është tek Imam Nawawiu? Kush e din për juve? So hadithe gjindën tek Imam Nawawiu, që është i një libri, është shënu si emër 40. Mi po so hadithe gjindë 42 hadithe. Mi po Imam Nawawiu kalon emër të librit 40 an-Nawawi. 40 hadithe të Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft. Për çka e ka quajtur librin e tij an-Nawawi? A ka përthim që ky emër an-Nawawi? An-Nawawi, kur ndëgjoj njerëzit, mendoj që është Nawawi i thojnë edhe raketës. Raket. Jo, nuk ka përthim ky emër Nawawi. E kuptani pse është lanë ky emër Nawawi. 40 hadithe të Imam Nawawiut. Nawawi. Apo s'ka përthim për ta. Qysh muj me kuptu këtë emër an-Nawawi? Një arsye është me emrin e tij. Emri i tij qysh është? Është Imam al-Muhyi ad-Din Ebu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Që kjo është emri i tij i plot. Ndërsa fjala an-Nawawi është nofka e tij. Monemen. Emri që është quajtur an-Nawawi është nofka e tij. Është quajtur me këtë emër an-Nawawi. E që kja nofë e cila ju kanë vesh ati, këtë bëj me Nawa. Që da më thonë kja Nawa? Wa hiya qarya bi Surija. Kjo është katon i cili gjindet në Siri. Siri, në Shamin e Sërdit. Nawawi. Si me thonë që tash, unë jam i Frizaj, Frizali. Këtë tjetër është i Prishtinës, Prishtinali. A i tjetër Mitrovicës, Mitrovicëria, qysh lidhët, a dhe më thanë? E njëjta gjë është me emrin e këtij nofkës. E Nawawi ju kanë vesh Nawa, shkallë emrit katumit tij. Që kjo është. Pastaj, ky libër, autori këtij libri, sa vjet ka jetu? Ka jetu 45 vjet. Më shumë nuk ka jetu. Në më thonë, që shkojnë dëgjojmë na, ka jetu 45 vjet. A shumë libra që ka pas, me anumru ulemat, për ditës parë, këtë do të me jetu 96 vite. Amo 45 vjet ka jetu. Shumë libra ka. Shumë komente e ka bërë. Sharh Muslimit, Riyadus Salihin, 40 hadith Imam Nawawiut, e shumë libra tjera. Cila është arsyeja se qysh kaq ditori ka arrit me pak vite? Janë dy sende. E para është monument. Dy sende. Kjo është një shembull në këtë librin tonë për neve. 45 vjet ka arrit, ditoria e tij ka arrit domethënë as shumë, sot do të jetu kë 96 vite. Ose ka jetu 96 vite. 45 vjet. Qysh ka arrit këtë ditori? Dy sende. E para, gjatë jetës të i tregohet që ka marrë ditori, ka ngu ligjarat, që shku nguj me nga ligjarat. Mërëna ditës, 12 ligjarata i ka ngu prej ulemave. 12 ligjarata, mërëna ditës i ka ngu prej ulemave. Arsyeja tjetër është, 12 orë ka shënu ditori. A të shëra me thonë kja? 12 ligjarata. Çdo pjesë ditës, a i ka një orë, ja ka dështu një ligjarat. Pastaj e ka ndonë natën. Çdo pjesë natës, që ka bërë? Ka një orë, ja ka dështu, që ka ndëgju, këtë ka shënu.
Në thonë 24 ora, për që do më 24. 24 ora i ditu ka qenë rreth ditorijës. Kjo është arsye e tij ulema që folin pse ka arrit ka ditori. Do më të kanë dëgjuar ligjërata për ulemave, kanë një ligjërata, do më të ligjërata. Pastaj do më të ka shënu në dorën e tij vetëm ditori. Kalim në vitin 639 Hijra. Ka vdekur në vitin 676 Hijra. Nga kush e ka marrë idenë Imam Newawiu për këto 40 hadithe, e që në realitet janë 42. Nga kush e ka marrë idenë mi përmbledh 40 hadithe, që kajtë e ka marrë idenë? E ka marrë idenë për një burrë i cili ka qenë edhe ai imam para tij, e ushquajtur Ibn Salah. Ky imam i ka përmbledh 26 hadithe, në kohën e tij ka qenë. Në Imam Newawiu e ka nxanë këtë dietar. E ka po librin e tij, ka po 26 hadithe. Kur e ka lexuar librin e tij 26 hadithe, e ka përmbledh krejt Islamin. Çka ka bëu Imam Newawiu? Më pas i ka shtu edhe 16 hadithe, i ngumbullu 42 hadithe. E pastaj e ka vendosur librin 40 imam, apo 40 hadithe të Imam Newawiu. Subhanallah. Pastaj, kush ka ardhur mbas Imam Newawiu, ka vazhduar apet në hadithe. I ka komentu hadithet e Imam Newawiu, ati dietarit parë, Ibn Salah, Imam Newawiu, i treti ka ardhur Ibn Rajebi. Ibn Rajebi edhe ka komentu hadithet e Imam Newawiu dhe anën tjetër i ka shtu hadithet. Sa i ka shtu hadithet? I ka shtu 10 hadithet. Shiko, subhanallah, në këtë libër çka kuptojmë? Atëherë jam përmbledh sa hadithe jam përmbledh me Ibn Rajebi. Jam përmbledh 52 hadithe. Kuptojmë për këtë libër 40 Newawi. Të Imam Newawiu, 40 hadithe Imam Newawiu. Kanë hi 3 autor, Ibn Salah 26. Apo ka Imam Newawiu i ka shtu edhe 16. Sa do bëjnë 42. Ka Ibn Rajebi i ka shtu edhe sa edhe 10. Sa do bëjnë 52. Subhanallah. 3 autor me sheku njëri me tjetër të lartë. Kanë hi deri në kiametin ky libër në finale. Subhanallah. Bereqeti i një dietari. E ka marrë bereqetin tjetër Imam Newawiu, e ka marrë bereqetin tjetër Ibn Rajebi. Sot e së dite shpjegohen këta 40 hadithe plus ziyade shtesë të Ibn Rajebi rreth 52 hadithe. Mirë. Hadithin e parë që ka vendos Imam Newawiu e din krejt. Na nuk kena me komentu hadithin. Jo, sot do të flasme rreth qësaj teme, vetëm për pse qysh tek dhe me ta që në dëgjonon. Janë që janë me lena Allah, do të flasmi për komentin e hadithit, do të komentojmë hadithin. Mirë, po hadithin e parë që ka vendos Imam Newawiu është hadithi i Omer ibn Khattabit. Innamal a'malu binniyat. Më vërtet, veprat shpërblehen sipas niyetit. Pastaj ka wa inna li kulli imri'in ma nawa. Më vërtet, çdo burr që e arrit shpërblimin e veprave të tij është sipas kujna ma nawa, sipas qëllimit të tij. Qysh e ki qëllimin, ta jap Zoti shpërblimin. Çka është kuptimi? Nuk ka adhurim pa nijet. E qysh e ki nijetin, ta jap shpërblimin. Çka është hadithi i parë që ka vendos Imam Newawiu, Allahu e mëshiron, që është hadithi i Omer ibn Khattabit. Që ky hadith quhet tek muhaddithet vetëm i transmetues. Al-Ahad, hadithi al-Ahad. Hadithet janë të lloj-llojshëm. Al-Ahad është vetëm i transmetues. Kush ka an Omer ibn Khattab, për Omerit.
Mutawatir, hadithi da më thonë me shumë burra që është transmetuar prej sahabëve. Po kjo hadith është hadithi ahad. Tek ahli suneti hadithet e ahad punojnë me to edhe në fik, edhe ku, edhe në besim. Ndërsa tek grupet e devijun, Mutezilit, Eshari, e grupet tjera të devijun, nuk e pranojnë hadithin ahad. Disa prej tyre pranojnë vetëm fik, disa prej tyre as në fik, as në akide. Më pas o ju vëllezër, çka kanë thonë dietarët për këtë hadith? Kanë thonë për hadithin e parë që ka vendosur Imam Nawawi, 4 hadithe, a? Sa thonë sa dite janë? Sa? Mashallah, kur themi 4 ka shtet, ka thonë 3 autorë të librit kanë. Me një libër 3 autorë. Ibn Salah, Imam Nawawi, Ibn Rajab. Ibn Salah 26, Imam Nawawi 16, Ibn Rajab 10-52. Mi po libri që është 40 hadith Imam Nawawi, apo 40 e Nawawi. Që tash do të flasme çka ka thonë dietar për hadithin e parë që ka vendosur Imam Nawawi. Imam Shafiu thotë: هذا الحديث ثلث العلم. Domethënë Imam Nawawi kur ka vendosur këtë hadith e ka ditë që çka kanë thonë ulemat edhe përpara. Dhe ky ka qenë i ditur në çështjet e ditorisë. Dhe ka vendosur hadithin më të rëndësishëm në Islam, ka filluar këtë hadith. E na i cekli vetëm hadithin se çka kanë folë ulemat. هذا الحديث ثلث العلم. Imam Shafiu thotë, ky hadith është 1/3 e Islamit. Prandaj 1/3 e Islamit është ky hadith i Omer ibn Khattabit. Innama al-a'malu binniyat. Vepra shërbejnë sipas niyetit. Pastaj ka thonë: "Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Që ky hadith hen në 70 tema të fikut. Veç një 70 tema të fikut. A din çka thonë ulemat? Kush e kupton këtë hadith me fikun e tij e ka kuptuar fikun e Islamit. Subhanallah. Imam Ahmedi thotë: "Usul al-Islam ala 3 ahadith." Baza e krejt Islamit është në 3 hadithe. E ka vendosur hadithin e parë, "Innama al-a'malu binniyat." Hadith në Omer ibn Khattabit që Imam Nawawi ka vendosur hadithin e parë. Vepra shpërblen sipas niyetit. Hadithi i dytë, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman." Çdo kush për juve në barkën e nanës është formuar mbas 40 ditëve. Pastaj e dinë hadithin që ka ardhur me lekul janë, e përgëzan, e kështë të nëra, Ky është hadithi i dytë, që është për bazat e Islamit. Hadithi i tretë është, "Men ahdatha fi dinina laysa minhu fa radd." Ai që shpik diçka në Islam dhe nuk ka për fejes tonë, aja çështje largohet, refuzohet prej tij, nuk pranohet, se nuk ka sipas sunetit. Imam Ahmed diçka po thotë, këto 3 hadithe janë baza e dinit ton, baza e Islamit. Pastaj po thotë: "Yanbaghi an yubda'u bi hadhihi al-ahadith fi kulli tasnif fa innaha usul al-hadith." Subhanallah. Çka ka thënë Imam Ahmedi? Muhaddith. Apo çka po thotë? Po thotë është e domosdoshme për ata i cili e njeh këtë hadith në çdo libër të tij, grumbullimin e librave të tij që ka hadithe apo çështje të fejes, me vendos po thotë këtë hadithin e parë. Bukhari, çfarë hadithi ka vendosur? Innama al-a'malu binniyat. Me çka ka përfunduar? Innama bil khawatim. Innama al-a'malu bil khawatim. Më vërtet veprat shpërblen sipas përfundimit. Atë parën e ka thënë, më vërtet vepra shpërblen sipas niyetit, mramtin, më vërtet vepra shpërblen sipas përfundimit. Domethënë kush ka qenë Bukhari? Muhaddith. Nëzënë cikën e ka qenë Imam Ahmedi, e ka marrë këshillën Imam Ahmedi. Çdo kush që të ban libër në Islam, që të haditheve fik, hadithin e parë çfarë do të vendosë? Sa është e gjithë Islamin ta. An Ishaq ibn Rahaweja. Ishaq ibn Rahaweja ka qenë për të bëjmë dhe të parë.
njeri I parë që ka grumbullua hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë të beni I parë, ky e ka filluar me grumbullu hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po thot arba'atu ahadith hiya min usulid din. Katër hadithe janë prej bazave të fesë tonë. Për tëve që e ka shtu, është innamal a'malu binniyat, ato që cekën barkën e nanës, pastaj ai cili ban ai vepër e tretë, ai cili ban ai vepër dhe nuk është prej dinit tonë, dhe thotë katërt e ka shtu dhe ata el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Allahu është sharu dhe haramu është sharu. Këta katër hadithe Ishaq ibn Rawiya po thot është prej bazave të fejës tonë. An Abi Ubejde, ky ka qenë bitë bebe. Çka po thot? Jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'a al-amr al-akhira fi kalima. Dëgjani rëmend inshallah. An Abi Ubejde po thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kanë grumbullu çështjet e ahiretit komplet po thot me një fjalë. Cila është ajo? Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Kush ban ndaj vepër, ndaj fjalë në dinin tonë, dhe s'është prej sunetit, ai refuzohet. Ta ka përmbledh këtë ahiretin. Çysh kuptohet ta ka përmbledh këtë halin e ahiretit? Në vepër të që ki bo. Çaja vepër, qoftë e mirë apo e keqe, ki mu ballafaqu me tonë në ditën e gjykimit të jetën. Subhanallah. E bëna si pas sunetit, shtohen ahiret të jetën me toje. Se më bëna si pas sunetit, dënimi, pasimi, e kështu të marada më thonë, në ahiret e gjanë atë vepër që s'ka përmbaj sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po thotë, wa jama'a amra ad-dunya kullahu fi kalima. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmbledh dynjan me gjithë mira me gjithë me një fjalë. Po thotë në hadithin innamal a'malu binniyat. Vepra shpërblejnë si pas njetit. Dynjaja shka është me zra, të mbledhse. Na qëto e mbledhme, që kjo është qëllimi. Dhe Amerit ta ka përshku dynjaën me qka? Me zra. Kjo është hadithi. Qka banë, kime gjithë për Allah. Sot ti e kim mbledh, ku del për Allah kime kur. Subhanallah. E kurja është hadithi pa. Mbledhja është kjo hadithi fundi, innamal a'malu binniyat. Vepra shpërblejnë sipas niyetit. Domthon, çysh e keni niyetin, Allahu ka dhënë edhe shpërblimin. An Abi Dawud. Ibn Dawudi, libri I tij që është Muhaddith Ibn Dawudi. Çka ka thonë? Nadhartu fi al-hadith al-musnad fa idha huwa 4000 hadith. Inshallah. Ibn Dawudi. Kum shiku po thot na për musnede haditheve, zinxhiret e haditheve, deri ka arrit 4000 hadith. Në aton 4000 hadithe. 4000 hadithe thot në darul alaf. Thot ma vështirë shibe hadithe, 4000 hadithe. Po këtë janë në hadithi innamal a'malu binniyat. Prandaj vllazni Ibn Dawudi çfarë po thot? 4000 hadithe me zinxhir I ka një. Dhe I ka lexu. Dhe çka po thot? Me daru që sillen krejt sta hadithe, çështë të tana, se po shtypo çfarë kimera. Ka rënë hadithi innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Pastaj vëllezër e fundi, çka përfitojmë nga mësimet e 40 haditheve që inshallah këna expliku. Çka përfitojmë? Unë vesh një histori du me të regu, që të kohën tonë. Shekh Abdurrazak el-Bedr, një për ulemave të Medinës, në gjaminë e profetit e Al-Gjara. Ka orë një Sudani, inxinjer në gjaminë e profetit për ndërtim. Ka po mas jam gjami profetit, pse unë mësë me mbuna e Al-Gjara? Kam kohë prej sabajt, deri ka ora në te, kam kohë. Dhe zakonisht ulemat atë e shpëtësoj. Prej sabajt, orës në gjallë, në i të të japë Al-Gjara. Edhe ka shku të Sheh Abdurrazaki, I ka nëzanë 40 hadithe të isfigu. I ka një këtë 40 hadithe. Edhe I ka mësu për 40 hadithe.
Vallahi ka taku shekun që ky Sodani dhe ka thonë ja shek, është shumë interesant. Ju mbo dietar me ta 4 hadithe. A keni çfarë më bë dietar? Wallahi me 4 hadithe, çuditni se çu sharritni. Dietar më bë. E ky Sodani po thot, i thot shekut, ju mbo dietar. Tash më çysh dietar? Po thot, në punë të punu, çdo kush që më jep me pyetje, pe gjoj vetin përgjigjen e këta 4 hadithe. Dhe i parë zërlazi shka falëm, usul e l'islam, usul e din, baza e fejes, shtyllë e fejes. Kush është? Është që kjo hadith. Subhanallah. Kjo është ato zërlazi që këtë imsani ta 4 hadithe, për menç, dhe ja dini komentin, çdo kush që vjen, ki me qenë gjendje një përgjigjë. Kjo është dobia që na e përfitoni inshallah me këta 4 hadithe me lejnë Allah të zëgjë, dhe kjo është e fundi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah shpejt mja për dëgjimi. Me kas e përfundojmë, inshallah javën tjetër, drejt për drejt vazhdojmë me koment. Kjo është vetëm hyrje për librin e Imam Neuvit. E pastaj javën tjetër që vjen me lejnë Allah, him koment drejt për drejt të hadithe.